dokumentar Toka e premtuar solli në ekran një histori të fuqishme dhe thellësisht njerëzore, shpëtimin e hebrejve nga shqiptarët gjatë kohës së Holokaustit. I njohur edhe me titullin simbolik Qielli shqiptar për yllin e Davidit, dokumentari është një dëshmi e gjallë e guximit, humanizmit dhe solidaritetit që shqiptarët treguan në një nga periudhat më të errta të historisë së njerëzimit. Bazuar në kujtimet e Mimi Faragjit, një mbijetuar e deportimeve naziste dhe ndërtuar mbi dëshmi reale, ky film vjen si një thirrje për kujtesë dhe ndërgjegjësim. I njohur më së shumti për regjitë teatrore, Qëndrim Riani sfidon veten në formatin filmik me një dokumentar që kërkon ndjeshmëri, qartësi dhe përkushtim artistik. Ky projekt shënon një kthes të re në krijimtarinë e tij. Historia është shumë interesante, po sa që është interesante, është edhe shumë delikate. Duhet me ju qas historisë gjatë punës që bëhet kjo, duhet me ju qas me detaje, duhet me ju qas me shumë skrupullencë, sepse për një merë është shumë e ndjeshme. Dhe për pasoj ka kërkuar një punë të vazhdueshme, që shpresoj se ja dolën. Ka qenë një intervenim i eksperimental mes një videoteatri dhe dokumentari, ka qenë një tentativ, një provë, po besoj që publiku po reagon në një formë që po duket nga që është e suksesshme. Megjithatë për mua ka pasur rëndësi që historia të evidentohet diku, historia të evidentohet në shoqëri, sepse vërtet ka vlera shumë të mëdha. A mendon që është edhe një detyrim moral i kësaj historie që duhet të evidentohet dhe për pjesën eksperimentale unë e shijova shumë si publik edhe këtë pjesën tuaj eksperimentale. Po është, unë mendoj që është një detyrim historik, është një detyrim kombëtar, është një detyrim si artista, sepse për ne me artistët në artin tim më intereson shumë dehumanizimi i shoqërisë dhe përpasoj punoj shumë në punët e mia, çëm shfaqje, gjithanë punoj shumë që përpiqem t'jap mesazhe që shoqëria vërtet të mos ecë në rrugën e dehumanizimit. Kështu që besoj që edhe kjo e ka një mesazh të tillë. A ishte edhe një mesazh i fshehtë që ndoshta tenton ta bësh një shfaqje me këtë film, me këtë... Po, kjo histori, këto memoare, i kanë dy rrugë. E kanë një rrugë që veç ka nisur ma për një film gjatë, të luajtur, dhe është një rrugë tjetër që mund ta bëj një shfaqje teatri. Skender Hasani, përfaqësues i Institutit për Trashëgimin Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, flet për vlerën historike dhe morale që ka dokumentimi i këtij kapitulli të kujtesës, i mbështetur në fakte dhe në përvoja njerëzore që s'duhet të harrohen. Janë ngjarje që kanë ndodhur gjatë historisë dhe nëse i neglizhojmë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë historisë na përsëriten vazhdimisht. Dhe gjatë historisë ka momente të cilët paraqiten si ngjarje të cilat e sfidojnë njerëzimin, siç ishte edhe luta e dytë botërore, ku një popullat e tërë dëshiroi të zhdukej nga faqja e dheut dhe pikërisht në atë periudhë kohore kur sfidat ishin të mëdha, dalin edhe njerëz të guximshëm, të cilët e sfidojnë paqen. Dhe mos me qenë ata njerëz, kjo botë do të shkatërrohej që më herët. Dhe ne e shohim se vazhdimisht ne nuk marrim mësim nga e kaluara dhe përsëri njerëzimit i përsëriten skenat të ngjajshëm ku protagonist kryesor janë popujt e ndryshëm, pikërisht është njerëzimi. Dhe duke u nisur nga kjo premisë e jetës time që para se t'jesh përfaqësuesi një kombi ose një feje, jemi njerëz. Dhe në qoftë se marremi këtë maksim si orientim të jetës, atëherë bota do të ndryshohej. Do të shkonte ka e mira dhe nuk do të lejonim që skenat e tilla të përsëriten në vazhdimsi. Dhe me këtë film dhe me këto memoare të cilat mi ka ofruar Ita Bartuf ose Drita, memoaret e nënës së saj, drejtën autoriale që ti botoj, dhe tash po e shohmi që kjo u zhbë edhe një film dokumentar, do të jetë më vonë ndoshta edhe një film i metrazhit të gjatë, janë ngjarje historike të cilët përçojnë jetën e një çifti i cili në një periudhë kohore dëshiroi të shpëtonin.
Dhe si në film që ishte ajo që e thash se duke u shpëtuar në rrugtimin e tyre, shihe edhe një dritë. Dhe kjo dritë është perspektiva dhe pikërisht është lindja e dritës dhe nëpërmjet saj ne kuptojmë fatin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ne e kemi parë që edhe tek populli shqiptar kemi të freskët ngjarjet e Bllacës gjatë vitit 1999, i cili është një storje e ngjajshëm e luftës së dytë botërore, që vetë figurat më të larta hebreje në botë e kanë bajt këtë koncept të ngjajshmërisë mes hebrejve gjatë luftës së dytë botërore dhe shqiptarëve Kosovës gjatë vitit 1999, ku trenat e ndryshëm i binin deri në Blac dhe i shkarkonin aty për të hyrë në Maqedoni për të shpëtuar. Dhe këtë rrugtim e kanë bërë edhe hebrejët për të orientuar nga toka e premtuar, siç ishte Shqipëria gjatë luftës së dytë botërore. Që besoj që bashkëpunimi juaj, sigurisht edhe institutit të cilin e përfaqësoni, sepse në fillim e përmendëm edhe filmin Besa, u pa edhe ajo besa e shqiptarëve të cilët janë shumë dinjitos për ato që e premtojnë, dhe shpresojmë që dokumentacioni juaj dhe institucionit tuaj do të ketë mundësi që të bëjë edhe filma tjerë dhe dokumente tjera të filmuara për shumë fakte të cilat ju i keni. Ne disponojmë në arkivat tona me dhjetra memoare të cilat presin që të zhvillohen, të dalin në sipërfaqe, jo vetëm për çështjen e holokaustit gjatë luftës së dytë botërore, por shumë fate dhe jetra të cilat vetë shqiptarët kanë qenë protagonistë të këtyre ngjarjeve historike që kanë ndodhur në të kaluarën, por kjo është edhe një mësim se njerëzimi duhet ta mbledh veten dhe mos shifet tjetri si përfaqësuesi një kombi, një feje, por shifet si njeri. Kur të arrim në një stat të tillë, atëherë do të kemi një shoqëri të shëndosh dhe do t'i parandalojmë ngjarjet të cilat mund të na ndodhin dhe të na përsëriten nga e kaluara. Një rol i bazuar në të vërtetën, por i mbështjell me shumë emocione, është sfida që e pranoi aktoria Sabina Memishja Aslanaj, e cila solli në jetë kujtimet e Mimi Faraxhit me shumë ndjeshmëri. Është shumë e rëndë emocionalisht se ballafaqohesh me do ngjarje që një grua për shembull afërsisht e moshësime i ka kalu në lëkurën e vet, edhe në moment kur i lexoisha tekstin në shtëpi tu e punu, ndjesha shumë keq, edhe thosha do përmbaj emocioneve për ta shpreh atë që e ka përjetuar ajo, që nuk do kisha dashur asnjë femër në botë me i përjetuar ato që i ka përjetuar zonja Mimi. Cili moment gjatë xhirimeve ndoshta të ka prek më së shumti, cila pjesë ndoshta ti e ke përjetuar më shumë si me qenë vetvetja? Ka pas shumë pjesë që i kam ndje shumë për afërt, sidomos në atë pjesën kur thot për nanën edhe për babin e vet që nuk i ka më. Edhe ishte një moment ku e kupton që si ka më, domethënë e sheh edhe trenin edhe ai momenti i reflektimit të asaj që i ka ndodhur edhe çka e pret pas kësaj shokut, se ndoshta e ka përjetuar si shok në atë periudhë, po pas asaj kur ka reflektuar mendoj që ishte shumë e vështirë t'i them ato fjalë, për shembull për prindrit. Besoj që edhe ti do të ngrihesh nga një shok, sepse edhe përjetimi edhe recitimi i letrës Mimit ka qenë goxha i rëndë për ty dhe shpresojmë të të shohim projekte tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mu gjithmonë më takojnë këto role kështu të dimshme që mendoj se i kam zotëruar shumë mirë, se ashtu jam si tipe më ndjeshme, po janë ngjarje që duhet patjetër më u tregu edhe që njerëzit të vëdijsohen, që të mos kemi ngjarje të tilla që fatkeqësisht i kemi edhe dita ditës, që ngjarje që i ka ndodhur Mimit para shumë viteve, tash ka shumë gra tjera që i përjetojnë. Një prej atyre që e përjetoi më thellë këtë rrëfim ishte Maja Susha, një hebreje e cila jeton në Shkup. Ajo shpreh se kjo histori e ka prekur thellë emocionalisht, sepse nuk është thjesht pjesë e një arkive, por pjesë e rrënjeve të saj personale dhe kolektive. Banja odnosno za oba naravno tamo ko što meni
gizima u svoj dom. I mnogo je prikazno. Košto apsolutno treba da se raskaže i da se kažemo, zato što takvi prikazni nema mnogo. Spорим како на ниво и на земја. И да, Албанија е дефинитивно една од оние кои што единствена всушност каде што првет на евреи се изголемува за време на Втората светска војна. Një nga elementet më të veçanta të dokumentarit është edhe pjesëmarrja e Itas, vajza e lindur nga Mimi Faraxhi, e cila jeton sot në Izrael. Ajo është pjesë e vërtetë e rrëfimit dokumentar, ku ndan historinë e familjes së saj dhe dhimbjen e trashëguar nga nëna që i mbjetoi Holokaustit. Por momenti më prekës i këtij rrëfimi vjen nga mënyra se si janë realizuar pamjet e Itas, ato janë xhiruar posaçërisht në këtë dokumentar dhe kanë marrë formën falëndimës së një të riu palestines që qëndron pas kamerës. Një detaj që flet më shumë se fjalët, një dëshmi e humanizmit dhe të qenurit njeri. Një histori që nuk la askënd pa reagim, ata që ndoqën këtë film dokumentar ndan ndjesitë e para pas shfaqjes. Në fakt, për këtë film unë kam dëgjuar që po përgatitet tash e disa vjetë dhe më erdhi mirë që më në fund ky film i luajtur dokumentar pati një premierë këtu në Shkup. Me pak fjalë është një prej filmave do thosha jo vetëm me mesazh, po edhe i punuar mirë artistikisht, si nga ana e skenarit ashtu nga ana regjisoriale. Pati pjesë dokumentare, pati rrëfime, pati edhe pjesë të lujtura, gjë që e bën filmin të jetë i kompletuar. Është një subjekt i njohur për qarqet e studiuzve dhe të hulumtuesve, por pak i njohur për opinionin e gjerë, pra shpëtimi i hebrejve gjatë luftës dytë botërore, sidomos nga Shkupi, familjes shqiptare në Shkup kanë qenë ato të cilat kanë rrezikuar, si themi, jetën e tyre për t'i transferuar në Kosovë dhe këto familje kanë përfunduar pastaj në Shkodër. Është sidomos personazhi kryesor Ita apo Drita, është një personazh, do thosha unë, lejtmotivi gjithë kësaj fabule filmike, dokumentare. Më vjen mirë që Qëndrim Rejani ka arrit bashkë me skenaristin Venko Ardanovski të kopsitin një fabul sa dokumentare, aq edhe artistike, jo vetëm për faktin se kemi të bëjmë me një do të thosha unë me një segment mjaft të rëndësishëm siç është rrezikimi i jetës për tjetrin, por edhe për një mesazh që ne duhet ta kemi tani edhe në këto kohë që po jetojmë. Pra filmi me një farë mënyre bart një mesazh edhe për kohët tona që ne duhet të kalojmë ato egot tona edhe personale, edhe nacionale, edhe fetare për të qenë kontribues për të tjerët. Pra ky është ai mesazhi që unë mendoj se ky si film, si projekcion e kanë vetvete dhe shikuesi sonte që e pa me siguri po shkon me një empati më tepër pas shikimit të këtij filmi. Në fillim të filmit u prezantua edhe pjesa e filmit Besa, mirëpo në një farë fabule e cila u tregua edhe nga aktoria, e shifet që shqiptarët janë të Besës dhe janë aty për të ndihmuar. Do shta është edhe ajo një pjesë tjetër, një mesazh tjetër i filmit? Po, sigurisht. Pra, edhe në film ishte se Besa, ose kanuni apo kodi moral dhe juridik i shqiptarëve, siç është Besa, i ka udhëhequr gjatë gjithë kohës edhe përkundër rreziqeve, sepse ne e pam edhe në këtë film që i vetëm një vend në Evropë është ku numri i hebrejve ishte shtuar. Pra, mësajet të një, si themi, në një marrëveshje të pashkruar mes viktimës dhe këtij që shpëton. Ata është një
një kod, një marrëdhënie njerëzore, sublime, mbase shumë shekullore, që vetëm popujt e civilizuar dhe popujt autokton, apo si themi popujt që ja din vlerën lirisë si që janë shqiptarët, din ta bëjnë. Kjo nuk do të thotë se edhe te popujt tjerë nuk ka vlera, por me këtë shqiptarët po dëshmojnë se janë kampion të sakrificës për të tjerët. Në fjalën e tij, skenaristi Vento Andonovski theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtimeve historike dhe ndërtimit të një rrëfimi që kalon përtej fakteve, një ndjenjë. Fjalimi u mbajt në gjuhën maqedonase dhe përçoi thelbin e bashkëpunimit ndërkulturor që përfaqëson vetë dokumentari. Ovo je za mene golem del, zato što napravivme naistина prekrasno. Kjo për mua është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse kemi realizuar vërtet një film të mrekullueshëm që flet për historinë e popujve që jetojnë këtu në Ballkan. Çdo popull ka krenarinë e vet historike dhe shqiptarët kanë treguar këtë disa herë gjatë historisë, përfshirë ndihmën që u kanë dhënë hebrejve duke i shpëtuar nga përndjekja. Toka e premtuar është më shumë se një rrëfim i së kaluarës, është një kujtesë për brezat që vinë dhe një dëshmi për vlerat që ndriçuan dhe kur bota ishte mbuluar nga errësira. Ky dokumentar, që nuk është vetëm për t'u parë, është për t'u ndjerë, për t'u përjetuar dhe për t'u kujtuar. Quhem Mimi Faraxhi. Jam hebreje. Jeta më shtyu që ta mësoj shqipa shkëlqyeshëm. Megjithse e kuptoja që si fëmijë në Shkup.